Kompania publike Higjiena në Deçan nuk po arrin t'i pastrojë deponitë shumta ilegale në periferi dhe në disa fshatra të kësaj komune. Në shumë rrugë, përroska e kanale të ujitjes, derdhja dhe djegja e mbeturinave është pamje e zakonshme. A ka ndonjë institucion, a ka ndonjë organ, a ka ndonjë inspekcion i cili merret me rujtjen e ambientit, i cili merret me kujdesin e ambientit. Kjo është më e vogla. Ato nalë që janë, atë janë deponit ku hudhen edhe eshnat e mishtorëve, edhe organet e mbrendshme të kafshëve që të cilat i prejnë. Kjo është një e keqe sepse o shëndrua në veprim kolektiv e jo në veprimin individual. Në disa raste ndodhin që bizniset e cilat nuk mujnë pagesën, natën ato mbeturina i hudhin vend e pa vend. Kemi edhe qytetarë cilët po ashtu nuk pajtohen me pagesë që duhet të bojnë edhe mbeturinat i hudhin vetë ashtu ku ju teket. Ballafasimet më të mëdha të na janë se mekanizmi është jo i vetëm po i stërvjetruar. Terren që kam dalur dhe pikërisht për strategjinë plani lokal dhe veprimi mjedis nuk është një numër i realt, pra që përputhet të edhe deponi nuk mund të. Po, numri është pra mund të jenë afërsisht pra deri në 7 deponi të cilat janë pra të evidentuara. Gazeta Jeta në Kosovë ka shkruar në shkurt të vitit 2012 për vendosjen e 2500 kontenjerëve në fshatrat e Deçanit, gjë që nuk kishte mjaftuar për mbylljen e 80 deponive ilegale të mbeturinave në tërë komunën. Gjatë fushatës së fundit zgjedhore në vitin 2009, kryetari i Deçanit, Rasim Selmanaj, kishte premtuar se në vendin e quajtur Podi i Gështenjave do të ndërtohej një deponi ku do të grumbulloheshin mbeturinat, por kjo gjë nuk ka ndodhur deri më sot.